Gjithashtu e ka transmetuar Abdullah ibn Mesudi prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është në Sahihun e Muslimit, ka thënë halakal mutanatti'un, do të thonë shkatrohen ekstremistët. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se do të shkatrohen ose u shkatrofshin ekstremistët, dhe s'ka dyshim se ata janë shkatruar sepse mundohen të kapen për disa çështje që nuk janë pjesë e fesë së Allahut, edhe për shkak të atyre pastaj kur nuk munden ato t'i çojnë deri në fund, e lën krejtësisht fenë e Allahut, ajo që është bazë e fesë. Prandaj njeriu duhet të jetë mesatar i moderum, si thonë. Çka do të thotë ajo? Të kapet vetëm për atë që e ka zbrit Allahu subhanahu wa taala dhe mos e lëshoj. Kjo është me qenë mesatar edhe me qenë i moderum. Do të thënë, kjo është mu kap për fenë e Allahut, fenë e vërtet të Allahut. Edhe, siç e kemi përmendur shumë herë, ekstremizmi edhe terrorizmi nuk ka mundësi të luftohet duke i thirrë njerëzit të largohen prej fesë Allahut, sepse largimi prej fesë Allahut e ka pru këtë ekstremizëm ignorant, domethënë edhe kjo s'ka kapjell terrorizëm e kështu me radhë, kurse mu kap njerëzit për fenë e vërtet, me mësu saktësisht edhe me praktiku të vërtetën që ka zbrit Allahu subhanahu wa taala, e largon prej çdo të keqe. E lusim Allahun subhanahu wa taala na japë kuptim të drejtë të fesë edhe të na bëj të udhëzuar dhe udhëzues për në fenë e tij. Edhe lusim Allahun subhanahu wa taala që të na falë të gjitha gabimet tona, neve dhe të gjithë muslimanëve dhe muslimaneve, besimtarëve dhe besimtareve, të gjallëve dhe të vdekurve.